إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Të nderuar vëllezër xhamatlin, të nderuar besimtar, si çdo herë e falenderojmë Allahun krijuesin e gjithësisë. Dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë, pi askujt tjetër. Sepse adhurimet, ibadetet i takojnë vetëm Allahut xhalleshanu wa xhalla xhelalu. Si çdo herë, duke mos i nda salavatet të dërguarit ton, Muhammedit alayhi salatu wassalam, duke thonë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidun Majid. Nuk ka dyshim se fjala më e mirë është fjala Allahut te baraka wa taala. Kurani është fjala më e mirë. Ndërsa udhëzimet më të mira janë udhëzimet profetike. Mësimet më të mira, fjalët më të mira janë fjalët e Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asdaqa al-hadithi kitabullah. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, fjala më e vërtetë është fjala e Allahut. Wa khairul hadi hadi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kurse udhëzimet më të mira janë udhëzimet e Muhammedit alayhi salam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalin fi an-nar. Veprat më të këqijat janë bidatet, risit në fe. Ky dini i Allahut azza wa jall është kompletu. Nuk guxon asnjëri prej neve me shtu apo me paksu, sepse është kompletu dini i Allahut azza wa jall. Veprat më të këqija janë bidatet. E bidatet njeriu e çon në humbje. Sepse vepron diçka çka nuk e ka thonë Allahu as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ajo është humbje. Nëse vazhdon kështu, duke mos u përmbajt fjalës Allahut dhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njeriu devion, pastaj devijimi i tij e çon në xhehenem, Allahu më na ruaj. Elusim Allahun në këtë ditë të madhe, ditës së agjerimit, e muajit Ramazanit, duat tona, lutjet tona, agjerimin ton, Allahu ta pranoj ya Rabbel Alamin. Dhe lutim Allahun subhanahu wa taala, Allahu të na mbrojë nga zjarmi i xhehenemit. Dhe lutim Allahun subhanahu wa taala, Allahu të na bëjë nga banorët e xhennetit ya Rabbel Alamin. Të nderuar vëllezër xhamatlin, të nderuar besimtar. Dhekir fe inne dhikra tanfa'ul mu'minin. Allahu thot në Kur'an, përkujto. I thot Muhammedit alayhis salam, profetit vet, përkujto. O Muhammed, përkujtoj i besimtarët. Sepse përkujtimi për ta është i dobishëm. Wallah, nuk kemi hyrë në këtë mimber këtu, sepse ky mimber është emanet. Vetëm se vetëm fillimisht këshillat ja drejtoj vetes, pastaj ju drejtoj edhe juve. Këto këshilla, këto porosi nuk janë nga ne, po këshilla dhe porosi nga Allahu edhe nga i dërguari i tij Muhamedi alayhi salatu wasalam. Falenderojmë Allahun që Allahu na ka bë pjesëtar të ummetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E na ka bë të mundshëm me agjëru, e me fal namazin, e me bë punë dhe vepra të mira. Vëllezër, ky muaj është Sejidul Eshhur, zotriu i gjithë muajve. Pse është quajt zotriu i gjithë muajve? Sepse Allahu subhanahu wa taala e ka nderu këtë muaj. E ka nderu këtë muaj me zbritjen e Kuranit. Dhe e ka nderu edhe pejgamberin e vet. Dhe e ka dallu prej gjithë pejgamberve.
Pse u dallu pejgamberi alayhis salam prej gjithë pejgamberëve? Për shkak se ja zbriti Kur'anin. Dhe u dallu me zbritjen e Kur'anit Muhamedi alayhi salatu wasalam u dallu prej gjithë pejgamberëve. E dalloi Allahu subhanahu wa taala këtë muaj, sepse në këtë muaj e zbriti Kur'anin. Dhe një ashtu Allahu subhanahu wa taala e dalloi ummetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam për krejtëve ummeteve. Jemi të dalluar. Neve, ummeti i fundit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e kemi kiblen, është qabja, e kemi Kur'anin, e kemi pejgamberin i dërguar i Allahut. A nuk kemi të privilegjum? Na ka dallu neve Allahu subhanahu wa taala si ummet prej gjitha ummeteve, sepse na ka bo në mesin ton me pas na Kur'anin si mujize. Mujize, mrekulli e pashnjërshme. Krejt mujizet e pejgamberve kanë përfundu me pejgamberet. Krejt mujizet e pejgamberve kanë përfundu me pejgamberet që ka dërgu Allahu azza wa jalla. E vetmja mujize që kanë bet, është Kur'ani, deri në ditën e Kiametit. Një pjesë e Kur'anit është në duart të Allahut, kurse pjesa tjetër është në duart tonë. Allahu akbar. Na ka dallu Allahu subhanahu wa taala sepse e kemi na Kur'anin mesin tonë. Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu të nderuar vëllezër thot në Kur'anin famlar, më lejoni t'ju përkujtoj ajetet. Inna anzalnahu fi lejletin mubaraka. Na e kemi zbrit Kur'anin, thot Allahu azza wa jall, në natën e bekuar. Cila është nata e bekuar? Nata e Kadrit. E cila është në 10 netshin e fundit, që çdo njeri nga ne, çdo besimtar dhe besimtare duhet përpiqet me kërku këtë natë. Ajo kërkohet vetëm se me ibadet dhe me përkushtim. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Allah thot, ne kemi zbrit Kur'anin në natën e Kadrit. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaj Ramazanit në të cilën Allahu azza wa jall e ka zbrit Kur'anin. Të nderuar vëllezër, ndalemi pak. Edhe një herë. As jemi na të privilegjum? As jemi na dvequm? A nuk na ka ngrit neve Allahu si ummet i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që neve sot e kemi Kur'anin mesin ton? Apo? E kemi Kur'anin, fjalën e Allahut, kitabullah. As je i privilegjum? Lum, ai njeri për vete, i cili e beson Kur'anin, e lexon Kur'anin, e mediton fjalën e Allahut azza wa jall, gjikohet me Kur'an, i përfill urdhnat e Allahut në Kur'an, urdhnesa, ndalesa, edhe përveç saj kërkon shërim nga Kur'ani. Lum ky burr, lum ky musliman, që navigon jetës vet e ka Kur'anin. Mjerë, apo kuku për të. Mjerë për njeriu, i cili nuk e beson Kur'anin, është i shkatruar. Nuk e lexon, nuk e mediton, apo nuk gjykohet me Kur'an, nuk i përfill urdhnat e Allahut subhanahu wa taala nga Kur'ani, mjerë për këtë njeri. Dhe as që kërkon pastaj shërim nga Kur'ani. Vëllezër, e di që të gjithë e dini hadithin e Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam. Neve jemi këtu vetëm ju përkujtu.
ma i pari vetës, ja drejtoj hadithin pastaj edhe juve. Vallahi, ma i pari vetës, pastaj edhe juve. Pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pejgamberi jot, elhamdulillah që e kini të dërguar. Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam, të cilin Allahu e ka dërgu rahmeten lil alamin. Mëshirë për këtë njerëzimin. Na kalon një porosi. Porosia Rasulullahut nuk është si porosia e prindërve tanë. Porosia Rasulullahut është porosia Allahut. Baba, nona, në prag të vdekjes po talen një porosi, po gjumi s'të merë. Thu, baba ma kalon një porosi, nona ma kalon një porosi. Ka thënë kështu dhe ashtu, me bo këtë, me bo atë. Edhe nuk e ke gjumin rahat, pa ja kry emanetin e babës edhe nonës. E mirë, emaneti Rasulullahut. Porosia Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam. Ajeti edhe unë që e thym shahadetin. Apo? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. A thu vallë vetëm me gjuhë po thujmë shahadetin? A jena duke kuptu domethëninë e shahadetit? Sa pe kuptojmë domethëninë e shahadetit? Shahadeti ka kërkesa. Duhet besu me zemër, me gjuhë, pastaj me gjymtyr. Shahadeti ka ndalesa, ka kërkesa dhe ka ndalesa. Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam para se me ndru jetë, ju ka drejtu umetit vet. Porosi, emanet, ka thënë po ju lo 2 emanete. Nëse kapeni fort për të 2 gjëra, për të 2 sene, len të dhillu ba'dahu ebeda, o kema kal, nuk keni më hum as njëherë. Vetëm nëse përqëndroni, nëse kapni fort, sa që ka thonë bin nawajidh, kapnu fort me dhëmballet e juja, ka thonë në Kur'an edhe në sunetin tim. Nuk është Kur'ani të ndëruar vëllezër, sikur që është tek disa njerëz mendojnë që Kur'ani, Kitabullah, është vetëm lexim për t'ju lexuar të vdekurve. Hajde baba hoxh, një Yasin me na kënue. A që kaq e ka të kufizum drejtimin e vet apo në raport është i kufizum me Kur'anin, mendon se Kitabullah, libri i Allahut është vetëm për të vdekurit. Ose libri i Allahut është nëse Zoti ka pështu prej ndonjë taksirati, prej ndonjë ndeshje, hajde ta thirrim hoxhën, ta bëjmë një mivlyt e të lexojmë pa Kur'an. Ose ke hin në shtëpi të reje, hajde ta thirrim hoxhën të lexojmë pa Kur'an, për bereqet. Kur'ani është për gjithçka, edhe për bereqet, edhe për shefat. Po nuk është e kufizum tek disa njerëz sa mendojnë. Kitabullah, libri i Allahut subhanahu wa taala. Për 23 vite e ka zbritur Muhammedit alayhi salatu wasalam. Urdhnesa, ndalesa, mësime. Jo mi bindun që jeni duke lexuar Kur'anin në muajin e Ramazanit, edhe në muajin e Ramazan duhet me shtu leximin e Kur'anit, jo vetëm me lexu, po dhe me i meditu ajetet. Mund dal në për ajete. Mund dal në për pika. Ku urdhnon Allahu, ku ndalon Allahu. Me i meditu ato. Nëse kalon në për ajete ku Allahu flet apo fol për xhenetin, kërko xhenetin nga Allahu. Ku Allahu e përshkruan xhenetin, kërko xhenetin nga Allahu. Nëse kalon në për ajete ku Allahu e përshkruan xhenemin, kërko mbrojtjen nga zjarmi i xhenemit. Nëse kalon në për ajete ku Allahu thotë respekto babën edhe nonën, ku je me respektimin e prindërve? Kitabullah wa sunneti, ka thonë kapnu fort me dhëmballet e juja për Kur'an dhe për sunet, dënë thot punoni me Kur'an dhe me sunet. Se sun shkon ti Kur'anit mi janë gjit me dhomë aty. Hoxha ka thonë mi janë gjit Kur'anit me dhomë. Jo, me punua me Kur'an dhe me sunet. Në çdo problem, situatash ndryshme, çka ki, jetën tonë, natën, ditën, 24 orë, krejt jeta jote, do të më kthyn Kur'an. Mu gjykua me Kur'an.
Me shkua si mbas Kuranit. Me shkua si mbas Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam. Jo me braktis Kuranin. Zguxojmë me braktis. Të nderuar vëllezër, a di çka do të thonë me braktis Kuranin? Dikush mendon se me braktis Kuranin është diçka e lehtë. O shumë e rëndë të nderuar vëllezër. Me lënë Kuranin pas shpine. E mos u çuditni, ka shumë shtëpia sot për muslimanëve për fat keq i kanë mbështjell ndoshta Kuranat me peshkire dhe i kanë lënë nëpër rregale. I nxjerrin vetëm që atëri i shfletojnë kur kanë ndonjë hall, ndonjë problem, ndonjë siklet. Ose disa prej muslimanëve për fat keq i kanë bë Kuranat zbukurim për dekorime. Apo i kanë zonë pluni aty në Kuranave, nuk i marrin mi çel mi lexu. Apo e ka një Kuran të shtëpia me vite. As nuk angazhohe me lexu, me mësue Kur'anin ashtu sikur që ka zbrit original. E bjen Kur'anin në xhami thot hoç, kur s'pe lexon në shtëpi. Pe bin në xhami, ndoshta dikush e lexon. E bjen vakëf në xhami, po pse ti nuk po lexon? A ki prindër ti, a ki bab, a ki non që janë botën tjetër? Lexo Kur'an, se vapi ju shkon edhe aty ne. Lexo Kur'an, se vapi ju shkon edhe atyre. Mos cakto vetëm sure. Caktimi i surës për të vdekur është bidat, është risi. Lexo Kur'an. Shpërblimi i shkon. Një harf e Kuranit, veç një harf e Kuranit, një shkon e Kuranit i ka 10 sevape. Dëgjoni pra. Mos i harroni këto dy emanete. Nga i dërgori Allahut, punoni me Kur'an edhe punoni me sunetin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, pse ummeti jon? Pse faktikisht ummeti Muhammed në kohën e fundit? Pse ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në kohën e fundit të përçam? Zën kanë mërzvete, tidhnushëm, probleme, telashe, luftra të ndryshme. Musliman po heken. I ka kaplu fokaralloku, shkororizime, mos respektim, përgojime, inate, shejtani, krejt. Pse? Pastaj njerëzit anë kohën hoç, se di nuk kena diçka bereqet, speqim diçka mirë, nuk po ndihemi mirë, shpirtnisht s'jemi mirë, shka me bo, ja keni kthy shpinën këtyne dy porosive, Kuranit edhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vallahi, sikur ky ummet i Rasulullahut. Kishin me punua tamam ç'është duhet, me Kur'an edhe me sunetin e Rasulullahut, me punu tamam ç'është duhet. Nuk kishte me qenë gjendja e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam sikur që është tani. Kishte me qenë ndryshe. Atëre kur njerëzit ja kthejnë shpinën Kuranit, ja kthejnë shpinën porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prit në dënimin Allah me na rujt. Kur njerëzit fillojnë me bo harame, kur njerëzit fillojnë me bo gjunahe, kur njerëzit fillojnë me shkel ato dispozitat e Allahut subhanahu wa taala, Allahu i dhrohet. Por prej emrave të Allahut është as-sabur, Allahu bën shumë sabër. Shumë është sabërlia Allahu azza wa jall. Sa e bëjmë, sa më katojmë në Allahun, sa e bëjmë gjëna Zotit. Allahu është as-sabur, bën shumë sabër. Ajetin e fundit në Kur'an që e ka zbrit, ajetin e fundit në Kur'an që e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala, vëllezër, është ajeti i fundit. Wattaqu yawman turja'una fi Allah. Keni frikë asaj dite kur keni me shku te Zoti. O ti lexuesi i Kuranit, ti shpërlezon Kuranin. Mos bëhet leximi i Kuranit vetëm për Ramazan e mas Ramazanit me braktis Kuranin. Vazhdo. Puno me Kuran. Nëse kalon te ky ajet kuranor, wattaqu yawman turja'una fi Allah, ke frikë asaj dite kur kemi kthy te Zoti, nalu pak. Pyete veten, çu shiki raportat me Allahun. Pyete pak veten, a je përgatitur me dal nesër para Zotit? Sa jemi na të përgatitur? Allahu na falt. Allahu na udhëzoft. Allahu na përmirësoft. Të nderuar vëllezër, lejoni një pyetje. Ma i pari vetës ja parashtoj pastaj edhe juve. Edhe një herë për eri përsëris. Se kom shprehimi përsërit sendet, nuk e di. Jo që unë e kom shprehi, po shpreh sunetit Resulullahut mi përsërit sendet. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka përsërit sendet, do më thonë ajetet, hadithet, e ka përsërit një fjalë Resulullahu për me mujt me kuptu sahabët. Nuk është puna këtu vetëm, vallahi hoxha na ka majt një hutbe, na ka knaq. Mashallah çfarë hutbe të mira ka majt, po mirë pyete veten çka ki mësu prej hutbes.
kur dalish prej këtujt, ma jenë men dy porosi. Hec me Kur'an, hec me synet, kur s'ke me humbë. A nëse e këthen shpinën Kur'anit edhe synetit, pastaj vjen shejtanit, devion. Mirë vlezër. Allahu në Kur'an thot, falni namazin. A e beson Kur'anin? Po hoxh, unë e besoj Kur'anin. Në zemër e kom në Kur'anin. Mirë, Allahu mbi 90 herë edhe ma shumë Kur'an thot, aqimis salah, fali namazin. Ku jeti me namaz? Këshill e përgjithshme. Jo vetëm këtu në xhami, edhe shikuesve nëpërmes këtij ekranit vogël, krejtve. Na pe lexojmë Kur'anin. Kur po vim tek ajeti kuranor, fale namazin, sa jemi na pyetune që pe përfillim këtë urdhër të Allahu, sa Allahu prej mbi 7 palqiej e ka bu farz namazin. Kret ibadetet tjera, obligimet tjera janë bu farz në fytyrë tokës. Vetëm namazi është bu farz në qiell. O robi Allahu, ti që me lexon Kur'anin, o ti që po thu, unë e besoj Kur'anin, ose bon ben Kur'an, pasha Kur'anin, Allahu ti po thot, aqimis salah, fale namazin. Qysh i ke raportat me këtë namaz? Që është pyetja e parë nesër te Allahu që më pyet, nëse namazin e ke në rregull, pyetjet tjera kanë më qenë të lehta, nëse namazin nuk e ke në rregull, pyetjet tjera kanë më qenë vështira. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, o ju që lexoni Kur'anin përsëri, muaj i Kur'anit, Allah i po thot në Kur'an, largoju pikamatës, mos merr kamat. Njeriu shkon, çaj që lexon Kur'anin, çaj që beson Kur'anin, e merr kamatën. Thotë valla s'kam çka më bëu. Këtu është po detyrona. Domethënë është bo sot Kur'ani fjala e Zotit që aty ku takona me praktiku, po praktikon, që aty ku s'po ta don, çefi po thosh këtu s'muna. Ja, so që është. Këtë duhet në tërësisht me hindinin Allahut. Allah na mundsoft në tërësisht me hindin. Me kuptu Kur'anin, me kuptu sunetin e Resulullahut. Allahu thot në Kur'an, ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allahu ka bo haram kamatën, kurse blerjen shit blerjen e ka bo halal. O ti që lexon Kur'anin, jenë muaj në Ramazanit. Nëse vjen të ky ajeti kuranor, edhe thot Allahu e ka bo haram kamatën, a ke me marrë nesër kamat? Me in luft me Allahun subhanahu wa ta'ala. Apo a do të vërtetohet besimi jot në Kur'anin Allah azza wa jall? A jemi në muaj në Ramazanit? Sa po punojmë na me Kur'an? Sa pi përfillim urdhat e Allahut edhe sa po ndalomi për ndalesave? Allahu po thot, unë s'po them kur gjë hiç, unë jam vetëm këtu përkujtues. Allahu po thot, o ti lexuesi i Kur'anit, mos e pi alkoolin. Ti shkon e pin alkoolin. Pi athen urdhën e Zotit. Allahu thot në Kur'an, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuh. Thot Allahu azza wa jall, vërtet se alkooli, bigjozi dhe lojrat e bigjozit janë ndyrësira, fliqësira nga shejtani. Fajtanibuh, Allahu po thot, largoni me njëherë. Muslimani e lexon Kur'anin, e nin ajetin kuranor, e ndëgjon, përkujtohet për tjerve, prapse prap shkon. E shkel urdhin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu thot në Kur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allahu ka dhënë urdhër të prerë me adhuru vetëm Allahun edhe më njëherë mas respektimit të Zotit është respektimi babës edhe nonës. Sa për respekton babën edhe nonën? Apo thuti që unë po lexoj Kur'an? Apo thuti që unë po besoj Kur'anin? Mirë, ku je ti me respektimin e babës edhe nonës? Sa pe nderon babën edhe nonën? Gjunohi më i madh, mas shirkut, është mos respektimi i prindërve. Po namazi s'pranohet, agjerimi s'pranohet. Nëse ti je dhnushëm me babën tonë, me nonën tonë edhe po agjeron, hiç mos haxhero. S'pranohet agjerimi jot. Nëse ti me babën tonë nuk fol, me nonën tonë nuk fol, e po agjeron, e po vjen mi fal namazet e teravive, hiç mos hajde mu fal. As teravit, as mos agjero, s'pranohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Vetëm nëse pendohesh, e shkon, e babës ton, e nënës ton, ja u puth, durt, edhe komën, e mu të ngrit, pastaj ibadetet e tuja tek Allahu xhalleshun, se për ndryshe, e kije, no, s'ka, nein, thot Gjermoni. Se pranon Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu po thot në Kur'an,
thuni mirë. Folni mirë. Ti për lexon Kur'anin. A je duke fol mirë? Gjuha jote a është rahat për tjerëve? Wa qulu lin-nasi husna, Allahu po thot në Kur'an, dhe thuani njerëzve fjalë të mira. Si u ka thonë vetëm muslimanëve. Njerëzve, edhe krishterët, edhe çifutët, kret njerëzit, kret krijesat që i ka kriju Allahu Azza wa Jall. Allahu po na urdhnon Kur'an. O na, o ju, o ti që po lexon Kur'anin, kur kalon te ky ajeti kuranor, Allahu po thot dhe thuajini njerëzve fjalë të mira. Mos përgojo, mos shpiono. Mos ja qit dikun anibisht, mos ja hek dikun anibisht. Ke frikën Allahut subhanahu wa taala. Fol mirë, fol drejt, mos rej, mos gënje, mos mashtro. Allahu po të ndalon. Ky libër po të ndalon. Ky libër, Kur'ani që e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala në këtë muaj. Sa po madhrojmë Kur'anin, sa po praktikojmë Kur'anin, sa po punojmë me Kur'anin. Kur'ani po thot agjëro. Pi gjen sot muslimant. Valla po më dhimen disa kur pi takoj midis qytetit. Me kafe aty. Selam aleikum. Aleikum selam. Po më dhimet bo, çka mi bo? Mi thon, mu ju afru, mi thon, pse be vlla s'po agjeron, se di në sens as nuk e fal namazin. Nuk çudit na qa shumë për dikon që nuk agjeron, sepse në sens namazin nuk e ka, se sikur ta kish pas namazin, e ki shtyp pak namazi, ose ka dikush që vetëm agjeron nuk e ka namazin, edhe kjo është mirë. Më munu që edhe mu fal edhe më agjeru, jo vetëm më agjeru e mos mu fal. Më munu, edhe mu fal edhe më agjeru. Atëre arsyetohet me disa arsyetime. Në rregull, nëse ka arsyetime, Allah e fal, po. Nëse s'ki arsyetim, o një ditë agjerimit këtij muajit madhështor me prish, me qëllim, kur se vapin s'mundesh me nxon. Kur se vapin s'mundesh me nxon. Wallahi billah, kur se vapin nuk mundesh me nxon. Allah po thënë në Kur'an, jep zekatin. Jep sadaka. Mos u bën dorë shtrëngus. Jepe. Aty kur ti jepet mundësia, jepe se ki me gjetë Allahu subhanahu wa taala. Allahu kur e ka përmend në Kur'an namazin e ka përmend edhe zekatin. Çdo herë ka përmend namazin me zekatin. Aqimis sala wa atu zaka. Aqimis sala wa atu zaka. Aqimis sala wa atu zaka. Vazhdimisht fani namazin, jepni zekatin. Haki. Nëse ti në këtë muaj nuk bosh gjymert, pejgamberi selam ka qenë mëse bujarin këtë muaj. Ka qenë gjymert pejgamberi alayhi selam. Ka thënë Resulullahu, shpëto veten nga zjarmi i xhenemit nëse japish sadaka edhe një gjys kokër hurme. Ittaqin nar wala bi shaqi tamra. E sot neve kemi familjar, kemi njerëz ton edhe atje, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri, në trojet tona atje që kanë nevojë mi ndihmu, mi përkra, mu solidarizu. Feja jonë është jo vetëm për veti, po dhe për veti dhe për tjertë. Buhu gjymert. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë, el ghina ghina nefs, pasuri është ajo pasuri nëse njëri është i pasur në shpirt, nuk është pasuria me pas shumë pare, po mos m'ja ditë pasaj lumturin. Të ndëruar vëllezër, elusim Allahun xhelle shanu xhelle xhelalu që Allah me na udhëzu. Me na mundsu me kuptu Kur'anin dhe sunetin e Resulullahut. Me punu me Kur'an edhe me sunet. Vallahi kur s'kena me hub. Për me përfundu hutbën e parë. Për me ja lehtësu vetës pasaj dhe ju e se fola shumë për mduket. Shkojnë njoni të pejgamberi selam. Tha ja Rasulullah, s'po muj me majt men. Dikush po fol kështu, dikush po fol kështu, dikush po fol kështu. A bon me të pyet diçka? Tha urno. Tha nëse une, që ky burri që është para teje, ka qenë fshatari katunit. Fshatarët të katuneve kanë qenë çdo herë njerëz që kanë pas klikera të fortë në kry. Kanë ditë me pyet, saqë sahabët minzi që spreshin marr dikush prej katunit edhe fshatit, më janë dëgju pyetjet. Se kanë pyetje me vend. Me vend. Katunit, fshatit, pse se kanë pas në dynjan në durt, se kanë pas në dynjan në zemrat e tyre, janë marrë me blektori, janë marrë me dhen, janë marrë me sende tjera. Edhe tha ja Rasulullah, o i dërgori Allahut, tha, nëse unë i fali 5 vaktet, e agjëroj Ramazanin, i fali 5 vaktet, e agjëroj Ramazanin, largona prej haramit, afrona halalit,
a adkhulul janna, a hyn xhennet? Tha pejgamberi, po. Tha selam aleikum. Shkoj. Ai sahabiu njëri që ishte aty tha ja Rasulullah, vallahin, vetëm çto punë nëse falish 5 vakte, agjeron Ramazanin, afrosh halalit, largosh haramit, po i ka njëri në xhenet, tha pejgamberi selam. Walladhi nafsu Muhammedin biyadi. Pasha shpirtin që Allahu ma ka dhënë, pasha shpirtin tim që është në dorën e Allahut. Nëse nime që ky burri i fal 5 vaktet, takimi me Allahun, 12 minuta gjatë ditës i kije, bre, 12 minuta, 20 minuta, bre, mos të mashtron kjo dynjaja, bre. Ashtu sikur që barku ka nevojë për ushqim, edhe shpirti jon ka nevojë për ushqim, bre, vallahi billah, bre. Allah s'është në zor për namazin ton, për zeqatin ton, për veprat e tuaja, ti je në zor, ti ke nevojë për Allahun subhanahu wa taala, 12 orë puno, një 5 minuta, bre, 2 recat sunetit sabahit, ka thënë pejgamberi kush i fal, është shpërblimi sakrit Allahu dynjan me ta dhënë. Tha ja Rasulullah, një me nësi fal 5 vaktet, dhe vallahi nësi fal një me 5 vaktet, ja agjeron Ramazanin, i largohet harameve, afrohet halalit, vallahi ka me hinë xhennet. Shkoja e sahabiu. E kjo ndoshta me këtë hadith, ndoshta besoj që është përmbledh hutbeja, mesazhin e fundit e Zotit ju ndihmoft edhe mua dhe juve, Allahu na pranoft ya rabbil alamin. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Thuni astaghfirullah yaghfir lakum dhunubakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Unë s'pevrej hiç sa hotel, më bëni halal. Se 2:05 fillova, 2:35. Zoti ju shpërbleft për sabrin, përderisa gjendemi edhe në muajin e bekuar të Ramazanit, edhe gjithë kjo atmosferë dhe kjo frimarje konsiderohet ibadet, edhe ndëgjimi i hutbës është ibadet, pa shubes edhe shpërblimet janë të mëdha. Po mundona çdo herë që mi shkurtu hutbet, po kur qysh s'po muj mi shkurtu, ma bëni halal. Allahun përmisoft ja rabbel alamin. Inshallah po ja qelloj, nëse dikun nuk po mund mi ja qellu, është prej mos përgatitjes time, aty ku po ja qelloj është pa shqyrben nga Allahu subhanahu wa taala, vetëm edhe një sen po du me përfundu nëse kishit me bë sabër biidhnillah azza wa jall. Pejgamberi jon Muhamedi alayhi salatu wasalam u anku te Allahu azza wa jall. Një herë pejgamberi u anku. A dini kur u anku një herë pejgamberi alayhi salam? Allahu subhanahu wa taala thot në suratul Furqan ajeti 30, fol për ankesën e Resulullahut, për ankimin e Resulullahut ndaj ummetit vet. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Muhamedi alayhis salam tha, ja Rabb, po ankonat e ti. Se populli jam, Kur'anin që po ma zbres ishte mu, ma ki dhon Kur'anin, e kanë braktis, e kanë lënë. Kur ankohet Resulullahu, s'është punë hajgare. Ja Rab, kom ankes. Do më thonë, ankes, ta shti miru me popull. Ata mos për mgojnë, unë ti pizbresish ajetet. Po ata Kur'anin e kanë marrë me hgjura, e kanë braktis, e kanë qitë mas shpine. Ti e din, ja Rabbel Alamin, nëse një popull e len Kur'anin, ti din që ka me bo. Sikur tek pejgambert të kalum. Nuk i ndëgjun pejgambert, i refuzun, popujt e më pashme u bon kryen eq, me ndjem dhej, Allahu subhanahu wa ta'ala dënoj. Lusim Allahun që Allahu ta pezulloj dënimi për kokave tona. Të ndëruar vëllezër, kjo ka qenë ankesa Resulullahut sallallahu alaihi wasallam, u ankuta Allahu. Tha ja Rab, populli jem e kalon Kur'anin. S'është të punu me Kur'an. E kanë braktisur Kur'anin. Veç të pak punalemi. Sa jemi na për atyne që e kemi braktis Kur'anin? A konsiderumi na që e kena braktis Kur'anin? Dikush lexon Kur'an Ramazan. Ky e ka braktis Kur'anin. Dikush nuk lexon Kur'an vetëm se kur i vdek baba dhe nona. As konsiderohet ky njeri që e ka braktis Kur'anin? Ai beson, po e ka braktis Kur'anin. Pjesa tjetër e njerëzve, kategoria tjetër e njerëzve se besojnë hiç, ajo dihet. Pa besimtarët ata se besojnë hiç, ata kanë braktisur tamam, hyj se besojnë. Ata janë kundër. S'dojnë me besu Muhammedin alayhis salam, s'dojnë me besu Kur'anin, ma ata s'kena punë. Inshallah Zoti ju të zënë. Me popullin ton, me neve. Unë e di që një numër i madh i popullit ton s'din me lexu Kur'anin në origjinalitet që s'ka zbrit, arabisht. Hajde, ku jemi na për me mësu Kur'anin gjuhën arabe? Ndoshta sende tjera
bëjmë çmose, lodhemi për me fitue biznise se në kret, po pse bes po mundohemi me lutë Allahun, o Allah, mos ma merr shpirtin një herë pa e lexu Kur'anin në gjuhën arabe. Është mundësia. Nimi pyetjet për leje pimson, për menç pimson, nimi pyetje. Nimi pyetje, 6 muaj ditë pe lodh kryt. Ha, ako me kalu testin, as ko me kalu testin. Qoft për kerr, qoft për autobus, qoft për kamion, do më thonë, natë e ditë kryt e kije, aty, mirë, po ti mundesh, mos ty që s'mundesh, për derisa ti ki kapacitet. Keni shkolla të ndryshme, dikush mesin tonë është doktor, dikush është inxhinier, dikush është shofer autobusit, dikush keni, do më thonë, punë ndryshme. Po, pse Kur'anin fjalën Allahut mos mëson? Keni agendat ndryshme, me thonë kështu. Pse Kur'anin ti s'mundesh më mësu? Mundesh më mësu Kur'anin. Ani pse nuk e arab? Edhe pse Allahu e ka zbrit Kur'anin arabisht, vallahi në Kipër njerëz që janë arab lexojnë Kur'anin më mirë se arab që i kanë në xhami. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush don me fol me Allahun, le ta lexon Kur'anin. Kush konsiderohet njeriu i braktisur? Dëgjoni çfarë ka thënë Ibn Taymija rahimahullah. Ibn Taymija rahimahullah ka thënë, ai i cili e lën Kur'anin, nuk gjykohet me Kur'an, nuk e lexon Kur'anin, nuk e mediton ajetet kuranore, nuk kërkon shefat pi Kur'anit, e beson, po e neglizhon. Ibn Taymija rahimahullah ka thënë, ky njeri konsiderohet armik i pejgamberit alayhis salam. Dushman i Resulullahut. Se pejgamberi u anku. Tash folni ju vet. Na, populli jon. S'po folim përgjithësi. Sa na të punu me Kur'an. Na pak diçka, një problem i thirrim pleqnart, hajde. Po ndonjëherë s'po dojnë me Kur'an mu xhiku, ndoshta zgjidhje edhe me pleqnar. Po dhe nëse nuk ka me pleqnar, o shteti elhamdulillah, edhe shteti kryen punë. Po pse mos mu xhiku me Kur'an? Kret Kur'ani kemi. Hish gjykosh me Kur'an, atëherë thot, jo vallahi kështu s'po m'pëlqen. E masi s'po t'pëlqen, shko gjykoju ku ki qef. Ti njerë në fillim tha, po me Kur'an, masa ne pëndryshon fjalt, e ti e që e ki braktis Kur'anin, s'po don mu gjyku me Kur'an, te as pe lexon, as pe mediton, as po kon shefat pi Kur'anit, konsiderosh armiku Resulullahut. Atëherë dietarët kanë thënë, braktisja e Kur'anit ndon dy lloje. Lloji i parë i braktisjes së Kur'anit janë pabesimtarët. S'ka diskutim. Lloji i dytë i braktisjes së Kur'anit kanë thënë janë muslimanët të cilët e besojnë por nuk punojnë me Kur'an. Allah po thot falu, Allah po thot jepë zeqatin, Allah po thot kët, Allah po thot kët, po thot kët, po thot kët, s'bën kur gjë. Ky njeri konsiderohet domethënë që ka braktisur Kur'anin, Zoti më na ruajt, domethënë bëhet armik i pejgamberit për shkak ankesës që ja ka bëu Allahu xhalla shanu wa xhalla jalalu. Thot Uthmani radhiyallahu anhu, wallahi law tahurat qulubukum ma shabi'tum min kitabi rabbil alamin. Sikur ti kishit pas, thot, zemrat e pastërta, sikur ti kishit pas zemrat e pastërta, kur nuk kishit mu ngije leximin e Kuranit, edhe të gjukurit me Kuran, edhe të medituarit ajete kuranore. Thot, yaqulu Khabbab ibn Arat, taqarrab ila Allah mastata'at, wa'lam annaka la tataqarrabu ilay bi shay ahabbu ilay min kitabillah. Mundoju mu afru të Allahu. Sa të mundesh mundoju mu afru të Allahu. Po lidhja ma e mirë që ty të afron të Allahu azza wa jall është Kitabullah, libri i Allahut. Nëse lexon, afrosh te Zoti dhe nëse e kupton edhe mediton edhe praktikon, se këtë që aty i kije. Yaqulu Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, thot, man ahabba an ya'lama ayuhibbu Allah falyarid nafsahu li kitabillah. Ka thon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kush don me kshir veten, me verifiku veten, apo don Zoti, kshire veten, ty Allahu apo don. Nëse jepi atyre që punon me Kur'an dhe me sunetin e Resulullahut, ty Allahu po don. Nëse jepi atyre që nuk punon me Kur'an dhe me sunetin e Resulullahut, nuk e lexon Kur'an, nuk e mediton ajetet, nuk shkon sipas Kur'anit, urdhat e Zotit si çon në vend, futesh në haram e sende, dihet që Allahu azza wa jall nuk është razim me ty. Allahu na përmirësoft. Allahu na dzoft. Unë e zgata ma bëni halal për nder të Kur'anit. Inshallah ma bëni halal, keni bë sabër për nder të Kur'anit, sepse me fol për Kur'anin nuk mjafton që kaq. Ka dhe shumë sene çfarë me fol. Sepse është libri i Allahut, nuk është sikur një libër i thjesht prej librave. Është libri i Zotit.
Allahu këtë libër e fut në zemrat tona, ja Rabbel Alamin. Lusim Allahun xhaleshanu xhalexhelu që ky Kur'an nesër me qenë argument për neve, jo argument kundra neve. Lusim Allahun subhanahu wa taala që ky Kur'an nesër për neve me qenë shefat. Me na ndërmjetësu nesër Kur'ani. Ka thënë pejgamberi selam, Kur'ani edhe agjerimi po e ndërmjetësojnë robin te Allahu. Kur'ani edhe agjerimi po e ndërmjetësojnë, po bëjnë shefat, po del Kur'ani, po thotë ja Rabbel Alamin, ky është robi që mu ka lexu, em ka praktiku, unë po du me i bo shefat. Kur'ani po del. Po del agjerimi, ja Rabbel Alamin, ky është robi jot, mu ka majt, ka agjeru prej sabaj deri mramje, po du me i bo shefat, po ndërmjetëson nesër Kur'ani edhe agjerimi. Allahu na përmisoft. Lusim Allahun xhaleshanu xhalexhelu rinin ton Allahu ta udhëzoj. Të reja ton Allahu t'i udhëzoj. Lusim Allahun subhanahu wa taala që në këtë muaj të Ramazanit të bekuar, pashybe se lutjet tona pranohen tek Allahu subhanahu wa taala, shka thon pejgamberi selam, agjerusit nuk i kthehet mbrapa duaja. Allahu ta udhëzoj rinin ton drejt Kur'anit edhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe një herë ma bëni halal për zgjatjen e hutbes. Zoti ju shpërblet për ndëgjim. Lusim Allahun subhanahu wa taala të smorit ton Allahu t'i shëroj, pleqt ton Allahu t'i forcoj, të rejat dhe të rit ton Allahu t'i udhëzoj, agjerimin ton Allahu ta pranoj, ashtu sikur që agjerum këto ditë, gati erdhëm deri kamesi, Allahu na mundsoft me nxon natën e kadrit ja Rabbel Alamin. Të nderuar vëllezër xhamatlin, me kaq po e përfundoj. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bismillah.